Kompania greke Aktor që merret me ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan ka kërkuar edhe $25 milion shtesë për përfundimin e punimeve në zonat ku ka patur probleme me rrëshqitjet e dherave. Përveç $100 milion që janë parashikuar në fillim për segmentin nga rrethrotullimi i Teg deri në hyrje të tunelit të Elbasanit, shuma prej $25 milion sipas kompanisë nevojitet për të krijuar siguri në zonat ku është ndërprer puna për shkak të problemeve gjeologjike. Dy janë zgjidhjet që jep kompania për këtë rast, ndërtimi i një muri të lartë të mbrojtës ose hapja një kanali për të parandaluar rrëshqitjen e dheut në rrugë. Kanë sjellë disa variante për zonat ku ka rrëshqitje, por këto përmbajnë edhe një kosto shtesë. Pasi të reflektohen këto në projekt, do të vazhdohet me kryerjen e zbatimit të punimeve. Në një dalje për mediat, drejtori i autoritetit rrugor sqaroi edhe arsyet e mos përfundimit në qershor të punimeve në pjesën nga Mulleti deri në afërsi të fshatit Ib, ku afati është shtyrë të paktën 5 herë. Nuk kanë vazhduar më tej për arsye të problemeve teknike që ka pasur projekti. Drejtori i autoritetit rrugor thotë se lidhur me zvarritjen e punimeve, kompanisë kontraktore greke Aktor i është faturuar afro $60.000 për të paguar kostot shtesë. Ai garanton se punimet nga rrethrotullimi Teg deri në tunelin Elbasan do të përfundojnë në fund të këtij viti. Afati kontraktual është në fund të vitit. Do të bëjmë maksimumin për të qëndruar brenda këtyre afateve. Përveç mos korrektësisë në përfundimin e punimeve për kompaninë në fjalë, ka patur edhe protesta nga punëtorët e saj një ditë më parë, të cilët nuk kishin marrë rroga që nga viti 2013. Për këtë problem, Gjika thotë se institucioni që ai drejton nuk ka të drejtë të ndërhyjë.